Mirë, po rikthehemi sërish në studio pasi materiali shumë i bukur ishte. Bravo Kristi. Dhe ti kishe filluar shumë bukur. Po mirë, unë ka sirta bëra pyetën që të thove këtë. Po ti mendon se në ekran do të shajmë, do të them mbrapa ato vëre ditë. Mirë, do e shoh. Apo do të them që tani mënyrën si eci këto gjëra që duhet të kishe marr pak më pozimi, mënyrën e kryqëzimit të këmbëve dhe gjëra tjera. Mirë bollur e fare, vazhdojmë të ftuarit atëherë. Në fakt siç e pat miq të kolorit, sfilata ishte shumë e bukur, kishte shumë energji pozitive. Protagonistë ishin në fakt fëmijët, ishin fëmijët e institutit që nuk dëgjojnë, ata bën një performancë të shkëlqyer, madje partneri im është sot i ftuar, më bëri komplet koreografinë e sfilatës. Ka qenë fakt një ide nga agenti Minga, stiliste ka qenë Mirela Nurçe dhe po ashtu ka qenë një ndihmë nga zonja Azbia Ramaj. Mirë se erdhët, kënaqësi që ju kemi në studio. Mirë se erdhët zonja Azbia Ramaj, drejtoreshe e Institutit të Nxënësve që nuk dëgjojnë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në studio. Faleminderit juve për ftesën, ju përshëndes dhe unë. Mirë se erdhe Genti Mika, kryeredaktori i revistës Living dhe po ashtu organizator i kësaj menaxher, ta themi menaxher i projektit edhe ideator. Po, bashkë ideator së bashku me Mirelën, sepse normalisht ajo ka një pjesë shumë të rëndësishme në këtë projekt sepse ka bërë koleksionin, pa të cilin nuk do të ishim sot këtu. Dhe pa të cilin ti nuk do sfiloj me pëllumbin. Genti, si lindi si ide ky projekt? Më vërtet shumë interesant. Në mënyra, domethënë është era parë që organizohen diçka e kësaj natyre. Po, kam përshtypjen që është ere parë edhe në nivel botror që punët e njerëzve me aftësitë kufizuara ngrihen ose përkthehen në një koleksion veshjesh. Ideja lindi sepse më përpara Mirela ka realizuar një projekt që quhet Veshur me Izrael, duke marrë zona shumë të rëndësishme të Tel Avivit dhe duke i hedhur në beze. Mendovaj që kjo mund të kishte qenë një mënyrë e mirë për ta bërë edhe për një kauz tjetër, për fëmijë në nevojë dhe gjithmonë me vajzat e PNUD-it, UNDP-s janë mbështetësit kryesore të këtij projekti, Nora Kushti dhe Ntela Lagun edhe kisha dëgjuar për këtë shkollën e veçantë ku fëmijët pikturonin dhe vizatonin në mënyrë shumë të rrallë, le të themi që edhe pse ka 110 nxënës, aty ka shumë talente në pikturë, ndërkohë që shkollat normale kanë me mira nxënës dhe talentet, po aty u kuptua pastaj që duke patur probleme në komunikimin verbal me të folurën, duket që këta fëmijë e kanë vizatimin një nga mënyrat se si komunikojnë. Për ta nuk është vetëm art, nuk është thjesht art, po mbi të gjitha është një mënyrë për të komunikuar nëpërmjet formave, ngjyrave, duke shprehur botën e tyre të brendshme, të cilën e shpesh nëpër tavolina kafesh ose mes mishe shpreh me fjalë. Dhe ideja ishte që më shumë se ç'duhet madje. Po, flasim më shumë se ç'duhet. Megjithatë ne kemi edhe Pëllumbit, i cili do na pikturoj sot diçka, nuk e di çfarë. Mirë se erdhe Pëllumb, kënaqësi që të kemi në studio. Kemi dhe Nikoletën që për çdo komunikim që keni me Pëllumbin. Nikoleta Stahi, mirë se erdhe. Faleminderit që na ndihmon, do na ndihmosh sot dhe faleminderit që e bën ndryshe më të thjesht për fëmijët dhe po është një gjë mirë për juve që për herë të parë keni në studio dy të rinj që nuk flasin dhe nuk dëgjojnë. Jo, është vërtet. Është e parë që keni në studio. Kështu që mund t'i pyesi sepse mund t'i përkthej Nikoleta për çfarë për emocionet që kishin atë natë. Aha, okay. Gjithsesi, vurare për shembull që kur rrjedhëm një orë ose pak më shumë, filloi të kuptohesh, nuk është aq e vështirë sa ç'dukej në fillim. Prandaj duhet bëjmë nga këto gjëra, prandaj duhet të tërheqim vëmendjen, që neve të kuptojmë që nuk është e pamundur komunikimi me ta, madje nuk është as dhe aq i vështirë, sa ç'mund mendojmë në fillim. Megjithatë pyet pak drejtoreshën, si e pritët ju këtë aktivitet, që u bë pjesë e këtij aktiviteti, pasi le të themi ishte pjesa më e rëndësishme e aktivitetit. Vëmendja ishte pikërisht tek qendra që ju drejtoni. Por ishte së vërtetës ky lloj aktiviteti ishte i pari në llojin e vet. Ideja ishte ashtu sikurse të agenti, ishte ideja agentit dhe mbështetja e stilistes Mirela Nurçe, që unë gjoj momentin dhe për t'i falenderuar, dhe sigurisht ata gjitën derën e hapur dhe zemrat e hapura, duke marrë performimet e fëmijëve, vizatimet e fëmijëve, ku ata kishin shprehur botën e brendshme të tyre, vlerat artistike të tyre nëpërmjet pikturave. Tani, Instituti i Nxënësve që nuk dëgjojnë është një institucion i vetmi i këtij lloji në Shqipëri, është rezidencial dhe aktualisht ka 110 nxënës, ku midis tyre ka talente dhe resurse, ka potenciale të shkëlqyera brenda botës së tyre. Atë çka këto fëmijë nuk e shprehin dot me fjalë, ato e shprehin me anë të shikimit të tyre, me anë të pikturave. Ashtu sikurse ne dim dhe e hasim për ditë, një pikturë flet më shumë se sa me mira fjalë. Kështu që kjo ka gjetë zbatim dhe ke fëmijët e institutit tonë.
Vërtet fëmijët e Institutit të Nxënësve që nuk dëgjojnë janë fëmijë me aftësi të kufizuar. Ata janë me aftësi ndryshe, por absolutisht nuk janë me talent të kufizuar. Talenti tyre dhe kjo ishte edhe slogani i vetë projektit. Njerëz me aftësi të kufizuar, por talent të pa kufizuar. Shumë e vërtet. Megjithatë, nuk e di nëse mund të mënoj pak me Pëllumbin për ta pyetur se çfarë do të është duke pikturuar. Pëllumbi? Genti mund ta ndihmosh pak? Pëllumb, çfarë duke pikturuar aty mund të... Jo, tani po e Po e mendon, është duke projektuar tani, okej. Ke emocione, thuaj? Ja, okej, e kuptoj këtë pjesë, nuk është se ka shumë Ndërkohë emocione. dhe Ejona Balla, një vajzë shumë simpatike, që dhe ajo sfiloj tamam si një printesh. Ejona, kush ishin emocionet, më fol pak për emocionet që kishe gjatë sfilimit? Unë jam Ejona Balla, jam nxënëse në klasën e 9. Për mua ishte hera e parë që merja pjesë në një sfilat, natyrisht e shoqëruar me vajza shumë të bukura që dëgjonin. Dhe unë kam pas shumë emocione gjatë sfilatës. Por unë dua të falenderoj shumë të gjithë organizatorët, Gentin, po dhe drejtoreshën për, le të themi, nxitjen e këtyre iniciativave për na. Okej, mirë, shumë faleminderit që jemi në studio. I pëlqeu puna si modele, do donte ta bënte në të ardhmen? Po, pse jo? Po ku i dje, do kemi dhe sfetat të tjera, apo jo? S'ka pse bëhet vetëm një herë në vit. Sa të hapet dera, pastaj vazhdojnë domethënë. Po mirë, Megjithatë, do ishte shumë mirë që gjatë gjithë kohës edhe të provave të kishim një interpret aty për të na dhënë më shumë informacion. Po kjo është një mënyrë për të thyer sa barera pyet edhe për të vendosur komunikimin edhe me vështirësi me njerëz që nuk flasin gjuhën e shenjave. Po. E Funksionoi drejt. domethënë. Po, e drejt. Ndërkohë, Patjetër, nëse ata do jenë të interesuar, pse jo? Okej, janë të gatshëm. Kjo është shumë e bukur, kjo pjesa që janë të gatshëm. Genti, përse pikërisht me këtë institut? Siç thash, sepse ka dy arsye. Së pari sepse ata kanë vizatime dhe punime vërtet bukura që mund të përshtateshin për veshje, dhe e dyta sepse për këta fëmijë, për këtë kategori, piktura dhe vizatimi është shumë e rëndësishme se për çdo kategori tjetër. Është mënyra atyre më e mirë për të komunikuar. Kështu që mesazhi do të kishte më shumë kuptim, më shumë vlerë dhe do të ishte më realist, ashtu siç doli në fund. E vërtet. Po si të lindi si ide për ta bërë, për të realizuar të bashkë me stilistën? Se nga shumë kurioz, si të shkojnë në mendje, si të kaloj domethënë që sepse shpesh herë ne i bëjmë dhe bisedën për studio dhe i kemi të ftuar, po është pak e vështirë. Nuk të shkon në mendje, vërtet është. Thash, një gacmim fillestar ishte nga Mirela që kishte realizuar koleksionin With Israelon, duke na treguar gjithëve ne se moda mund të përdoret edhe për kauza, për të shprehur një mesazh. Jo vetëm thjesht për të dukur bukur, sepse ajo përmes fotove nga Tel Avivi kishte dhënë historinë e këtij vendi. Dhe gacmimi i dytë ishte nga vajzat e UNDP-s, të cilat punojnë ngushtë me Institutin e Nxënësve që nuk dëgjojnë, madje kanë krijuar me sa di edhe salla për obaqepsi, për këpucari, pra janë shumë pranë fëmijëve dhe duke punuar vazhdimisht me të dyja palët, me Mirele dhe me UNDP-n, u bën të dyja këto motive bashkë, pra fëmijë shumë të talentuar që punonin dhe kishin vepra shumë bukura, të cilat Mirela mund t'i transformonte në atë magjin që ne pam gjithë atë ditë, edhe që do shohim dhe në vazhdim se projekti vazhdon, do ketë zhvillime të mëtejshme, por do t'i lëmë surprizë dhe do t'i themi kur t'jemi gati. Sigurisht. Megjithatë, Genti më ngacmo pak Pëllumbin se desha do ta pyesja pak për Kristin. Pëllumb, Kristi, si ishte si partnere Kristi? I ke marr Kristin, i thuaj... Ma ke marr për një ditë Kristin, no? Po, shumë e mirë. Do me thënë, do që të ndrojmë të mbash ti Kristin për gjithmonë? Jo. Okej. Mirë, faleminderit për të pjesën. Jo, po nuk tha se s'të dojë, tha se do të më vetë, nuk do të më vetë mua. Okej, faleminderit për këtë pjesë. Megjithatë, drejtoresh, sa të rëndësishme janë këto aktivitete për t'i angazhuar fëmijët në të tilla, për të qenë sa më të aktiv, mos jenë thjesht të mbyllur në atë institucion për të mësuar mësimet që ata bëjnë, por atë talent që kanë ta shprehin në mënyra të tyre, po dhe të jenë të përfshirë në këto aktivitete që zhvillohen.
Në fakt tashmë është rikthyer vëmendja ke këto fëmijë ke ky institucion sepse kanë qenë në arrest për hir të së vërtetës. Dhe këto aktivitete normalisht e shtojnë kreativitetin e tyre, shtojnë hapjen dhe integrimin e tyre me bashkëmoshatarët jashtë mureve të institucionit. Që ti mbash aty brenda duke patur këto talente kaq të vyera, do të thotë ti pezullosh apo ti penalizosh këto fëmijë. Në momentin që i hapim dyert e institucionit dhe bashkëveprohet dhe bashkëpunohet me organizata ashtu sikur se tham, me projekte të tilla, normalisht është një avantazh shumë i madh dhe suport për këto fëmijë. Dhe në fakt më lejoni këtu të përmend që ne kemi pas fatin e madh, edhe para se Genti të vinte të inicionte këtë projekt të iniciativ, ne kemi qenë dhe kemi pas vlera dhe kemi pas fatin vërtet të madh që ne jemi përzgjedhur në një projekt për digitalizimin apo i cili quhet Unë mësoj ose e-learning, ku synon pajisjen e fëmijëve me tableta dhe ku do të jetë një metodik e shkëlqyer për mësimdhënie dhe do të influencojnë në përmirësimin e edukimit në këtë institucion. Por më lejoni të them që para 2 javësh ne kemi pas dhe një sfilat tjetër ose promovim të talenteve të vlerave artistike të fëmijëve. Nëpërmjet kjo ishte një inicim i vetë kryeministrit, ëndra ime, të cilët janë përzgjedhur nxënësit e institutit tonë për të performuar 4 ditë live në kryeministri. Që dhe kjo ishte një gjë jashtëzakonshme, një eksperiencë e paharuar dhe mbretëlënse për Ne këto në fakt fëmijë. kemi pasur të ftuar Desli Shahini, e cila na ka treguar për këtë projekt dhe kemi qenë shumë të lumtur madje që e kemi pasur të ftuar në studio dhe për suksesin që pati bashkë me këta fëmijë dhe me talentet e tyre. Kështu që këto aktivitete në fakt mendoj dhe kështu është e vërteta që nuk duhet të lihen në numër kaq të vogël dhe ne të kujtohemi vetëm kur kemi evente të tilla. Absolutisht dhe kjo çka ju keni bërë sot dhe unë ju falenderoj vërtet në emër të fëmijëve që keni bërë diçka vërtet për këto fëmijë, që shoqëria të sensibilizohet dhe ne mos të lëmë ditë të veçanta për këto fëmijë, por këto të jenë pjesë e jona sepse realisht këto janë pjesë e jona. Ashtu sikur se thash në krye të erës, këto janë me aftësi të kufizuar pa absolutisht e me talentet pa kufizuar. Këto bëjnë mrekullira, bota e tyre e brendshme është e pasur, potenciali i tyre është shumë i vyer. Kështu që eventet e tilla janë vërtet shumë pozitive për këto fëmijë. Kristi, ky projekt, do thosha diçka e rion, që ky projekt është thjesht një formë dhe një mënyrë për të tërhequr vëmendjen, po vëmendja tërhiqet për një motiv shumë më thelbësor dhe më të mirë, le të themi, sa thjesht një sfilat e bukur, domethënë që është e bukur dhe thelbi i gjithë është për të kthyer vëmendjen nga instituti, i nxënësve që nuk dëgjojnë, për të dhënë një mesazh shumë të fuqishëm që këta fëmijë edhe pse me kufizime, në qoftë se arsimohen dhe edukohen, nëse me ta punohet dhe përpiqemi shumë, sigurisht që jeta do të jetë e vështirë, po nuk do të jetë aq e pamundur sa ç'është pa këtë arsimim. Pra le të themi që kjo shkolla, kështu i zhvillon kjo shkollë këta fëmijë, i bën në gjendje që të komunikojnë me gjuhën e shenjave, të komunikojnë me njëri tjetrin, të komunikojnë me shoqërinë dhe i shkatëson që talentet që kanë në pundore, në robaqepsi, po themi në... Për robaqepsi ta mama ato makinat, pra që tani kanë filluar të punojnë. Dhe ideja është që prindër të cilët akoma i bajnë fëmijët në shtëpi dhe nuk i kanë çuar kurrë në shkollë se nuk kanë besim te sistemi, e shohin këtë program dhe uroj që më shumë njerëz të shkojnë në institut, sepse vërtet të shkosh në këtë institut është shumë më mirë kur je një fëmijë me të tilla probleme, sesa mos të shkosh fare, dhe puna që bëhet aty është kolosale. Sepse vërtet nesër shumë prej këtyre do të kenë një profesion dhe një zanat që unë do shkoj t'i kërkoj pari. Do shkoj për të rregulluar këpucët, për të mbërë këpucë, për të qepur një veshje, nëse Kolumbi vazhdon me këtë lloj talenti, mund bëhet skenograf dhe skenën tënde të ardhshme dhe të Erionit ta bëj ai, dhe ta paguani sa fjetë e bëj për Kristin pa lekë, bëj për Kristin pa lekë skena. Mirë, kjo pastaj është vendimi i Kolumbit, po që dhe mesazhi thelbësor pasi është bërë gjithë kjo zhurmë. Po do e bësh pa lekë skenografin kur punoj Kristin, nëse do bësh skenograf? Ta bësh për Kristin, no?
Okej, mirë, shumë faleminderit. Genti, ishim brenda pritshmërive që ti kishe angazhimi i fëmijëve, talenti i tyre. Në momentin që shkova Apogele u abite nga ai shumë, nuk prisja ai shumë nga ta. Në fakt, kjo është një pjesë e Mirela Nurçe, sepse ajo do t'i vlerësonte punët në aspektin e stilimit dhe dizenjimit, dhe di nga bisedat e afërta me të që ajo ka ngele mrekulluar dhe nuk e priste këtë lloj talenti. Shkoi atje për gjetur vizatime, për t'i përdorur për koleksionin, por doli përtej pritshmërive të saj. Kjo është e vërtetë. Dhe këtu është merita e mësuesve të edukimit figurativ në mos gaboj, si Altini, të cilët urin pranë fëmijëve gjithë kohën, por kuptova edhe një gjë tjetër, sepse ne këtu e përzihem shumë sfilatën me duke dhënë një herazi shumë mesazhe, jo thjesht një. Së pari dha mesazhin që kur ka kauza të tilla, nuk ka mundësit asnjë lloj natyre. As ndasi televizive, sepse ne aty patëm, edhe pse kjo është një organizim dhe nisme e platformës Ring dhe revistës Living, ne patëm në sfilat Kristin e TVSH-s, Danila Konstantinin e Klanit, patëm Alba Maltezin e një reportit, i patëm nga gjitha Stella Kotrin nga Ora News. Ky është një mesazh më veç që ne donim të jepnim dhe të thoshim që përballë kauzave ne jemi të gjithë bashkë dhe nuk ka asnjë lloj dasie. Rezi Skifteri sfiloi dhe Afrodita Paqarada janë të dyja dizajnere, stiliste, dhe sfiluan me krimet e një konkurrentes së tyre, me krimet e një koleges së tyre. Edhe në Kosovë madje kishin ardhur enkas. Pikërisht. Kështu që ishin Ema Zaimi përket Down Syndrome Albania, pra kauzës së fëmijëve me sindromën Down, dhe u përzgjodh enkas të jepte kontributin e saj për të thënë që pavarësisht se lufton për një kauzë, kur bëhet fjalë për fëmijët, nuk ka rëndësi cili shqetësimi i tyre, ne jemi gjithë bashkë. Ema madje se tani më kujtua me një batuta do heqa të fëringjishten, do mbroj gjuhën e shenjave. Pikërisht. Ka thënë dhe një batutë tjetër Ema, i ka sjell shumë vlera këtij projekti, sepse në një koment në Facebook ishte thënë gjë shumë bukur. Të ndalemi një moment dhe të mendojmë. Ne këta njerëz na duken të veçantë nga ne, ndryshe, dhe nuk i kuptojmë gjuhën e tyre të shenjave, po le të themi që dhe ne për këtë komunitet jemi një komunitet i çuditshëm, që se çfarë themi kur hapim gojën, ata nuk e kuptojnë. Dhe ata mund të thonë shumë mirë që sa gjuna këta, qyqe domethënë çfarë po thonë domethënë. Kështu që kjo që ka thënë Ema shumë e fortë dhe shumë e bukur për të treguar që thjesht ka një komunikim ndryshe nga ne duhet gjejmë një komunikim të përbashkët dhe shoqëria shqiptare në kuptim dhe simbolik e metaforik për këtë vuan, për mungesën e dëshirës së njerëzve për të ngritur ura komunikimi. Kështu që ky projekt dua të shërbejë shumë për këtë mesazh në përgjithësi dhe në veçanti për këta fëmijë. Diçfarë për përshtypje dhe më bën që ndjehemi që kishte domethënë pranimi i ftesës nga personazhe që janë vërtet të rëndësishëm në media shqiptare. Dhe kjo ishte vërtet një, domethënë të thuash po, sepse shpesh njerëzit ne dinë se janë personazhe. Po, kanë ardhur të gjithë ata që sfiluan atë ditë kanë ardhur me një herë. Kjo është vërtet një gjë shumë e bukur, tregon një gatishmëri. Vlera më e madhe e projektit u shkon atyre sepse duke patur popularitet ata treshin vëmendje dhe sigurisht që zhurma, ata sillen me vete dhe zhurmën për cilën e kemi nevojë. Jo për sfilatën në vetvete siç e thash, por sepse duke patur vëmendje mund të dëgjohemi kur themi disa mesazhe. Vetë zonja Azbie mund të thotë shumë mesazhe të rëndësishme që kanë të bëjnë me të ardhmen e shkollës, me investimin që bëhet aty. Zonja Azbie donin shumë fëmijë, unë vura re aty te sfilata që kur kalonin, në vend ta kishin mendje sfilata, kishin mendje të përshëndesnin zonjën Azbie. Në fakt, duke marrë shkas nga jo që ka agenti përmendi që në shkollë, në kurikull është e përfshirë dhe robaqepsia si specialitet. Faktikisht, instituti i nxënësve që nuk dëgjojnë zbaton kurikullën e zakonshme të shkollave normale 9 vjeçare, sepse vetë cikli i institutit është 9 vjeçar, zbulohen talentet, vetë stafi pedagogjik janë të kualifikuar dhe të specializuar për të punuar me këto fëmijë, por përveç profesionalizmit të tyre, ato janë dhe prindër të dytë, sepse në institut është dhe rezidencial, instituti është rezidencial dhe ka konviktor. Por përveç robaqepsis janë dhe lëndët e tjera të specialitetit, gjë të cilën ne nxjerrim. Pra se ndalim të kjo pjesa për gjithë ata që e dëgjojnë, pra ka edhe konvikte për ta fëmijë që mund të vinë. Po, konvikt, shërbim psikosocial, shërbim shëndetësor, veshmbathje dhe gjithë pajisjet me mjete shkollore, me tekste dhe mjete shkollore është investim buxheti i shtetit. Gjithçka është falas. Pra instituti të gjitha shërbimet që i ofrohet fëmijës për prindrin apo për fëmijën janë falas. Dhe kjo është një thirrje dhe një mesazh për gjithë prindrit
në këtë moment që ka fëmijë me probleme në dëgjim. Pse jo t'i sjellin aty, sepse ofrohet edukimi i duhur për këtë kategori fëmijësh. Por unë desha me dalë në diku tjetër, duke thënë që vetë mësuesit, vetë profesionistët, që ne shërbejmë aty, nxjerrim në pa talentet e këtyre fëmijëve, vlerat artistike të këtyre fëmijëve. Por kjo nuk mjafton, sepse sistemi i edukimit brenda institutit është 9 vjeçar. Gjë e cila nuk mjafton që ky fëmijë nesër të dali në tregun e punës dhe të konkurojë. Pra është vetëm 9 vjet Absolutisht, pra është 9 vjet, nuk është shkolla e mesme. Dhe për këtë ne i kemi bërë të gjitha demarshit me Ministrinë e Arsimit dhe faktikisht jemi në rrugë të mbarë. Ku shkojnë këta mbas asaj kohe? Mbas si mbarojnë 9 vjeçaren, ato kthehen pranë familjeve të tyre, janë shumë pak nxënës nga instituti jonë që shkojnë në lice dhe shkojnë pikërisht këto që kanë talent për pikturën. Sfida e radhës është që Pëllumbi të shkojë. Absolutisht, Pëllumbi është talent, nuk është vetëm për pikturë, është edhe për moderator, është për gjithçka mund të jetë Pëllumi. Kështu që dhe kjo është... Edhe për kështu koreograf. Koreograf e gjithçka tjetër, sepse sot profesionet janë nga më të ndryshme, që këto fëmijë realisht kanë mundësi dhe i kanë të gjithë potencialin e dur që t'i arrijnë dhe t'i realizojnë. Megjithatë, unë do të pyesa nxënësit, çfarë sfidash kanë ata, çfarë i bezdis më shumë nga jeta në qytetin tonë? Çfarë problemash kanë? Unë nuk mendoj se ka ndonjë problem apo pengesë për na. Mendoj që është mirë. Po. Deri diku. Okej. Po kjo është një gjë shumë e bukur sepse ne kemi gjitha kushtet dhe mundësitë dhe ankohemi gjithkohën. Domethënë, ajo që unë djeva në projektin me fëmijët është gjë e parë fare që ti kupton, edhe atë ditë ju që ishin në sfilat, unë e pash që ju u mbushët gjithë buzëqeshje dhe kjo të vjen shumë natyrshëm se këta kanë një energji jashtëzakonisht pozitive. Domethënë, ti e pyet ka 1000 probleme jam i bindur, po ajo prapë është e lumtur dhe mendon që nuk ka probleme. Të po bisedoja me Fatmën, tani kujtove që gjithë të lumtur, të buzëqeshur, edhe Desli madje më tha për Pëllumbi, që Pëllumbi këshur gjithmonë, tha i buzëqeshur, nuk është vetëm për sfilatën, dhe ndonjëherë njeriu mendon që sa kot mërzitemi ndonjëherë, domethënë. Eksperjenca ishte mesazh dhe për ne, jo vetëm për eksperjenca ime në arsim është goxha e gjatë, mbi 30 vjet. Po ju them që këtë satisfaksion që unë gjeke këto fëmijë absolutisht nuk e kam gjetur në asnjë institucion tjetër. Janë fëmijë që të dhurojnë dashuri, janë fëmijë që të falin mirësi. Është një diçka krejt ndryshe nga gjithë fëmijët e tjerë. Dhe kjo është edhe ajo që ju thatë, që për pak kohë juve u miqësuat me ta, u socializuat me ta dhe filluat edhe të merreshit vesh në komunikimin e tyre. Mbase me gestikulacione, jo me gjuhën e shenjave, po me gestikulacione dhe vërtet ajo bota e tyre u shpreh dhe ju morët vesh dhe komunikuat me ta. Mirela Nuçe, përveç punës që tani që e shikoj, sa më shumë e shikoj, aq më shumë ja vlerësoj, u tregua brillante edhe për 2 arsye të tjera. E para njërë titulli që i vendosi, se ja vendosi ajo titullin projektit dhe koleksionit, është jashtëzakonshëm, domethënë sepse veshur me pafajësi apo jo? Pikërisht, tani që po flasim për energji pozitive, për faktin që janë të lumtur, ky është gjithë thelbi që ata kanë më pak mundësi dhe shanse sa ne të dëmtojnë gjatë jetës dhe ta humbasin këtë pafajësim, le të themi. Kështu që vërtet secili që ka veshur nga ato veshje është veshur aty me pafajësim. Dhe ideja e dytë brillante e Mirelës, që ishte jo thjesht një ide, po dhe një këmbgulje deri në fund për ta realizuar pavarësisht vështirësisë, ishte fakti që ajo donte që jo personazhet sfilonin me fëmijët përdore, po fëmijët të sfilonin me ata. Donte që skenën ta zotronin fëmijët për një ditë, edhe ka qenë një gjë që unë e vlerësoj jashtëmase te Mirela për shkak se të kesh 30 personazhe publik të pamësuar për të sfiluar. Ti kesh këto dhe me 30 fëmijë të cilët kanë edhe probleme për të dëgjuar dhe për të komunikuar, e bën sfilatën shumë të vështirë. Po, thënë me zhargon, kush po pyeste për vështirësinë, kur gjithë thelbi ishte që aty të bënim gjë që atyre t'u pëlqente dhe t'i lumturonte. Dhe në fakt, për pak minuta, ata kanë qenë vërtet shumë të lumtur, siç ti e ke parë edhe në prapasken, kështu që mund të themi që misioni u arrit. Pati dhe një gjë tjetër sfilata që mua në fillim më mërziti shumë, por tani sa më kohë kalon më pëlqen.
sepse ajo nuk ishte e përsosur. Gjithë ky proces është shoqëruar me vështirësira, me papërsosmëri, me defekte, dhe në fundit Gana, po themi estetike, organizative, pati shumë probleme si event, për shkak se ti ke 60 persona që do të sfilojnë, 30 për këtyre janë fëmijë me probleme. Dhe urdhro? Nuk janë vënë re. Ato nuk janë vënë re sepse njerëzit kishin të mjegulluar nga lotët, i pash me sytë e mi, deshmë po dhe mua për të qartë poshtri, dhe besoj që kjo ishte një sfilat e papërsosur, reale, e vërtet, ashtu si që janë dhe jetët tona dhe këta fëmijë. Dhe i shpëtuan pak dhe ati kurthi të glamurit që cilë moda. Po, kur jemi të lumtur që arritëm të bëjmë dhe modën, e cila i ndan njerëzit, sepse një njeri veshur mirë ndahet kur del në rruga, një njeri që s'është veshur mirë. Pra moda është ajo kryesorja që ne na ndan, shkakton shumë dasi moda. Që nga çmimet që kanë veshjet, ndërkohë që neve e gjunjëzuam modën dhe modën, Falmirela Nuçes, edhe këtyre fëmijëve e gjunjëzuam dhe e bëm që ajo jo të ndaj njerëzit, po t'i bashkoj. E vërtet. Megjithatë pyesim pak Pëllum, duhet të më tregosh pak si është një ditë e jotja? Duke filluar që në mëngjes deri në darkë edhe kohën që kalon në institut. Unë në mëngjes. Edhe Jona, ndërkohë që ndihmon bashkë me Nikoletën. Unë në mëngjes kemi procesin mësimor, ku mësojmë lëndë të ndryshme. Pastaj ham drekën, pastaj zhvillojmë aktivitete të ndryshme dhe lojra mbas dite. Nga ora 3 deri në 4 neve zhvillojmë studimin. Ham darkën, pastaj shkojmë në konvikt, shohim në një film, pastaj flam. Ka të dashur Pëllumbi, ka? Ose është i vogël dhe ty? Mos i këtyre... është i vogël akoma. Pëllum, i vogël, po i vogël, të pjesë që i vogël. Pëllum, do më thuash pak në lidhje me pikturën, kur e gjen kohën e lirë për të pikturuar? Mua më pëlqen shumë të pikturoj. Kur kam qenë i vogël, kam filluar që të pikturoj. Edhe gjatë pushimeve, edhe gjatë pjesës së mbasdites, për shembull kur kemi aktivitete të lira, unë pikturoj. Po shok, je shumë shok? Shokë me cilët... Po, shumë. Shumë. Unë kam shumë shok. Pak në 2 klasët e mia të nënta. Të artikuloj. Po, për shembull e thot. Po. Qesh. Okej, ndërkohë, ma tregosh pak edhe një ditë tënde si është? E Jona? E Jona. Atëre, zgjohem nga gjumi në orën 6. Pastaj në orën 7, 7:30 ham gjezin, dhe në orën 8 jemi në mësim. Bravo. Mësimi zgjat deri në orën 9:30. Neve kemi prap një pushim të vogël ku ham diçka në shkollë. Pastaj vazhdojmë me mësimin. Ham drekën. Në orën 4 deri në orën 6 bëjmë studimin. Në darkë kemi darkën prap. Dhe në orën 8 deri nga ora 9 bëjmë pak muhabet me vajzat. Në konvikt, pastaj flem gjumë. Thuaj pak, do na thuash dhe neve dhe Erjoni të recetën që zgjohesin 6 mëngjesit? Se ne kemi keq punën me gjumin. Si ha bën që zgjoheshin 6? Bashkohem dhe unë me Në orën kërkesën 6. Edhe unë jam pak e për gjumër, për duhet të qanë. Oke, është të mundje të gjithë, nuk kemi që e bëjmë. Me gjitha të, qëfar ka hobi më shumë? Vjete pak për hobi. Qëfar i pëlqen më shumë të bëj? Mua më pëlqen shumë, më përpara kisha shumë dëshirë të bëhesha parukjere. Tani kam ndryshuar, duhet bëhem roba qepse, stiliste. Më duket pak e vështirë, po do ta mësoja vash avash. Të ishte bukur që këta fëmijë një ditë ti ta bëni vetë koleksionin me vizatimet e tyre. Ja dhe një ide tjetër, Të bëjnë, të ta bëjnë.
Mi thë, drejtoresh, do më thuash pak, i kanë të gjitha kushtet e duhura këta fëmijë pak të deri në atë moshë që i lejon për të qenë në institut, qoftë edhe në qytetet që na rrethona, janë krijuar lehtësira. Sigurisht, unë e thash dhe në fillim. Sa ishtë problem tjetër, pastaj moshësh pasi kalojnë 9 vjeçare, është një problem tjetër. Tani ne i konsiderojmë aftësitë të kufizuara për sa kohë ne nuk ju ofrojmë shërbimin e duhur fëmijëve. Dhe kjo i bën ata të quhen me aftësi të kufizuara. Në momentin që ne ofrojmë shërbimin e duhur, absolutisht ata s'kan asnjë problematik dhe atëherë ata janë si gjithë të tjerët. Kështu që sigurisht ne mundohemi të plotësojmë të gjitha kushtet, por normalisht ka dhe mangësirat vogla për të mos i bërë qefin vetës dhe mos të themi që është arritur perfeksioni. Asnjëherë nuk arrihet perfeksioni. Përpiqemi të shërbejmë dhe t'ju ofrojmë më të mirën e mundshme. Normalisht ne jemi duke kërkohë pa fund, kërkohë në të gjitha drejtimet. Edhe këto aktivitete pse jo, dhe këto janë një pjesë e plotësimit të nevojave të tyre. Ata ka nevojat shumëta, nevojat e tyre janë nga më të ndryshmet. Janë në kategori të ndryshme, janë në nivelet të ndryshme dhe janë të llojeve të ndryshme. Kështu që përpiqemi të plotësojmë, të minimizojmë sadopak ato problematika që ata kanë. Ndërkohë, Nikoleta? Dhe Nikoleta, ju... Unë nuk mund të flasë se për interpretoj. Por... Po pyes atër, dhe Nikoleta punon bashkë me fëmijët? Po, Nikoleta është zysh pranë institutit të nxënësve që nuk dëgjojnë, është zysh... Shumë përkushtuar me sa vuar edhe tani në emision. Absolutisht, po, zysha është zysh gjuhe, por ndërkohë është interprete, është dhe koordinatore interpretet, më fali Nikoleta, emërtesën në shoqatën e njerëzve që nuk dëgjojnë Anat, që mua duke marrë shkas dhe nga kjo pjesë e falenderoj Anat se kemi një partner të jashtëzakonshëm, por është e përkushtuar dhe është e vetmja që e di gjuhën e shenjave, është e vetmja në shkollë që e di maksimalisht gjuhën e shenjave dhe komunikon me gjuhën e shenjave. Ky është një problem tjetër, se s'ka shumë interpret. Gjë të cilën që ne ja kërkojmë Nikoletës të na bëj këtë favor duke patur dhe pjesë të stafit tonë. Nuk ka shumë interpret, është një problem, duhet të thënë. Absolutisht, por unë doja të thoja, duke pat parasysh atë çka ju pyetët Pllumbin dhe Jonën, aktiviteti në institucion është non-stop, që do të thotë aktiviteti i fëmijëve fillon në orën 6:30, ashtu sikur se tha Jona, ka një regjim ditor. Regjimi ditor fillon nga 6:30 që bëhet zgjimi i tyre deri në orën 8:30, deri në orën 9 maksimumi që këto bjen për të fjetur. Po gjithë pasditja, le ta ndajmë kështu, paraditja është procesi mësimdhënies dhe mbasditja është procesi i edukimit të tyre, që do të thotë krahas kësaj kohës së studimit që është 2 orë, koha tjetër është mbuluar me aktivitete kulturore sociale, që është pjesa tjetër e mësuesve, e stafit pedagogjik, e ndihmës mësuesve që asistojnë mbasdite me fëmijë. Agenti. Jo, duhet të thoya 2 koncepte shumë të rëndësishme që kanë për zemër. Dhe puna me këtë projekt më ofroi shumë energji pozitive, pjesa dërmuese ishte energji pozitive, por dhe energji negative, dhe unë kuptova që konceptet, po sigurisht, sepse jo të gjithë njerëzit kuptojnë gjërat njësoj, kam kuptuar nga ky projekt që ne nuk kemi një komunitet që ofrojmë shumë mbështetje, shumë mirë kuptim, ndoshta sepse edhe në jetët tona të vogla nuk jemi shumë të realizuar, të gjithë luftojmë për ditë dhe unë nuk e them këtë pa dashuri, e them me shumë dashuri që pavarësisht mangësive që kemi për t'u ofruar, e kemi sepse dhe vetë luftojmë nga na jonë për të mbijetuar vetë, kupton? Kështu që vetëm pasi i realizuar vetë mund të japësh tjerëve ndihmë. Dhe ne vetë përdorim termin fëmijët që nuk dëgjojnë. Në fakt ata që nuk dëgjojnë jemi ne që dëgjojmë në të vërtetë, sepse një nga problemet më të mëdha edhe në një kafe të thjeshtë ulesh ti është që njerëzit flasin dhe nuk e dëgjojnë njëri tjetrin. Duan vetëm të flasin vetë, duan vetëm të dëgjojnë. Aftësia për të dëgjuar njëri tjetrin është shumë e vështirë, merren me celularin. Dhe termi aftësia kufizuar, kur bëhet fjalë për dëgjimin, mua më duket asnjë gjë përballë, po themi, një shpirti me aftësi kufizuar, që është akoma dhe më i vështirë. Kështu që nga këta fëmijë ka mësuar shumë, ka marrë shumë mesazhe, dhe nëse do më duhet të zgjidhja midis një njeriu që ne e quajmë normal, po përdor këtë term se s'di ta them ndryshe, për të kaluar një pasdite dhe këtyre fëmijëve që janë tërkohë të qeshur, të përçojnë energji pozitive, absolutisht do kisha zgjedhur pas një lloj më dyshje Jonë. Është edhe një mesazh vërtet shumë i bukur. Megjithatë, Plumbin do të kesh arritur drejt fundit të Ka dhe shumë? Marrë. Okej, mund ta tregojmë te kamera? Për kë është kjo dhurata? Wow! Aty te kamera.
Okej, aty mbaj. Unë po shikoj si për fustan tani këtë, të fustanit sa mfuar. Një balerin. Pse kjo Të pikturë? adhuroj ju. Kristin, ja adhuroj Kristin. Okej. Po pse kjo pikturë, Nikoleta, mund ta pyesim? Sepse më pëlqen shumë që të realizoja një vizatim sot për t'ja u dhënë ju. Është, mos është Kristin ke pikturuar aty? Nuk jam aq elegante, jo. Kristin ke pikturuar aty? Kristin? Jo, pa jetë kishte idenë. Nuk e di, në qoftë se Plumbi në momentin që neve po bisedonim dhe për të bërë diçka, Plumbi na thot mua dhe profesor Altinit, drejtoresh, unë dua të bëj diçka që të jem në vazhdimësi të projektit, veshur me pafajësi, dhe kjo është ideja që Plumbi zgjodhi këtë pikturë. Dhe realisht Që do që të bëhet fustan. Ishte dëshira e Plumbit për ta dorëzuar juve. Jo, dhe unë si Për fustan të adhuruar juve. Kështu që jo, unë mendova mos kishe bërë Kristin aty, mos kishe pikturuar Si Kristin. jam aq elegante, unë avash. Vetëm mos ka bërë Kristin aty? Ja. Nuk është Kristi ajo? Kristi shumë e bukur. Ja. Po Lum, po Kristi kur do të pikturosh Kristin? Do më bësh një portret, trek shumë. Do shumë kohë. Do shumë kohë. Mendoje ke kohë na i sile Se portreti është pak më i vështirë, thot se sa një vizatim më i thjeshtë. Do doj pak kohë, po pa tjetër. Okej. Qëse Kristi do, me gjithë qef. Okej, patjetër që ta bëjmë. Sa vjeç është? 15 vjeç. Po, ndërkohë jone? 16. 16 vjeç. 16 Të dy vjeç. janë në klasë të 9, janë nxënës të klasës së Janë 9. në të fundit, janë në fundit. Po janë e mbyllur. Dhe ne prandaj po vrapojmë Rion që ta kapim Liceun, po. shkollën e mesme, ta kapim shkollën e mesme që këta të mos i lëshojnë për të na ikur, Është vërtet. po t'i mbajmë në Mbajmë Tiranë se Jo, Tirana ka nevojë për këta. Unë mendoj sinqerisht do ishte një industri shumë e mirë që të gjitha vizatimet që këta bëjnë të pasqyroheshin në veshje. Do ishte shumë do bliheshin, jam shumë e sigurt jente. Po të pyesim pak se çfarë do bëjnë nëse nuk bëhet ajo pjesa e shkollës tjetër, nëse tani e mbarojnë shkollën, janë ditë fundit, çfarë do bëjnë? Çfarë ka menduar? Unë nuk e di. Nëse do të hapet shkolla e mesme, po Do patjetër t'jetë. do ndjek shkollën e mesme, nëse jo, nuk e di. Okej, të shpresojmë ta kenë dëgjuar ata që cilët kanë në dorë Ja, këtë pra, gjë. kjo mesazh i mirësishëm nga gjithë gjërat që tham, gjërat e tjera që tham janë shumë kot, nëse nuk mbulin te ky mesazh, të hapet shkolla e mesme. Po, e tha vetë. Të sillen fëmijët, po unë e përforcoj, sepse ky është thelbi. Në fundit, okay, u kënaqem me një koleksion apo jo, e pam, duart orkidën, tham shumë. Ndërkohë bukur, Pullumbi çfarë ka ndërmend të bëj Pullumbi nëse mbaron tashmë? Unë kam shumë dëshirë që të ndjek shkollën e mesme, shpresoj shumë që të hapet, por megjithatë mund të shkoj edhe në shkollën e pikturës. Okej. Megjithatë duhet të shkojë në veshin e dur ajo fjalë që thonë të dy fëmijët që kemi në studio që kjo duhet të hapet me patjetër shkolla e mesme për ta sepse është vërtet për të ardhur keq nëse ata do ta mbyllin me kajtë do të keshin brenda atyre 4 mureve të shtëpisë. Ironi e fatit të thuash që Ata kanë nevojë që të jenë bashkë me njerëz të tjerë, me fëmijët me Jo, shomoshatar. unë në fakt më lejoni t'ju them si patjetër. përfaqësuese e institucionit, Jeni për ta mbyllur, duhet një mesazh. jemi në biseda e sipër dhe me Ministrinë e Arsimit dhe vetë me urdhër të Ministres së Arsimit është ngritur një grup pune për të bërë një studim enkas për këtë punë që ne të vendosim piketat për nivelin, për ecurin dhe për strategjit tona si institucion. Normalisht që i kemi fjalë pozitive, kemi të dhëna pozitive që do të hapet shkolla, megjithatë të shpresojmë të gjithë që do të hapet këtë vit që të mos lejojmë të na largojë ky kontingjent që kemi se vërtet janë të mrekullueshëm dhe ata falin vetëm mirësi, falin vlera dhe përfaqësojnë vlera. Gjente një mesazh fundi po. Dhe do të më falni, mesazhi i fundit i imi është nëpërmjet pikturave të këtyre fëmijëve flet gjithçka, flet ajo që ne të gjithë duhet ta dëgjojmë, ashtu sikur se tha Genti. Ata munden nëse ne jemi bashkë me ta dhe i krijojmë suportin e duhur dhe ju japim atë që ju takon dhe asgjë më tepër. Genti. Mesazhi i fundit është jam shumë i lumtur që fëmijët janë këtu, edhe sepse kështu mund të flasim më shumë për ta dhe të dëgjojmë historitë e tyre, po e lash për në fund gjithsesi të përmend disa emra pa të cilët ky projekt nuk do bëj. Okej, kemi Den, kemi këto talente të jashtëzakonshme, zonja Zbie na hapi derën, po Mirela Nuçe ka dhënë shpirtin në këtë projekt dhe duhet falenderuar pa mas. Duhet falenderuar Revista Living që na hapa atë para,
ka qenë një nga mbështetësit më të mëdha dhe jo thjesht me logjistik, me mbulim mediatik, me PR, po edhe financiarisht. Duhet falenderuar UNDP-a dhe ambasadat zvicerane, të cilat investuan drejt për së drejti për realizimin e sfilatës dhe projektit në përgjithësi. Kështu që ushtofshin ata njerëz cilët investojnë dhe japin kontributin e tyre për të nxjerrë në pa talentin e fëmijëve, për të treguar që nëse punohet me këtë kontingjent, ata nesër mund të fitojnë vetë të ardhurat e tyre, jetën e tyre, nuk kam se të izolohen, sepse izolimi është gjëja më e keqe dhe ata mund t'i shërbejnë shoqërisë ashtu sikurse tjerë jonë ti, Kristi dhe unë dhe gjithë ne që jemi këtu. Mund të shërbejnë në të njëjtën mënyrë. Mirë, pra faleminderit. Nuk e di nëse Jona dhe Plumbi kanë ndonjë mesazh për të na dhënë në fund për të mbyllur bisedën. Jo, thjesht doja t'ju falenderoja për ftesën. Faleminderit edhe juve. Mund ta mbyllun me falenderimin e iniciatorëve, Mirelës, Gentit, por falenderimi jashtëzakonshëm është për Emina Cunule, e cila ka qenë prezent në institutin ton, por UNDP-a është e jashtëzakonshme, ne kemi pas partner, jo vetëm në këtë projekt, po e kemi pas dhe mendoj që do ta kemi partner në investime që ka bërë dhe për infrastrukturën e institucionit. Faleminderit dhe ju që bë të mundur që neve i përçuam dhe më tej dhe i japëm këto. Faleminderit. Unë do të thoja Plumbit për talentin e tij që nëse je yll dhe ti je yll, do shkëlqesh. Okej, pra, faleminderit që ishim në studio. Miq dash, momenti ja kalojmë linjë regjistre, kemi vetëm pas pak do të flasim për një temë tjetër, do të kemi të rinë në studio, do të flasim pak për kartën studentore.